Shofim që situata ndërkombëtare, po dhe e madhja, pa kjo makroja, po dhe kjo rajonale balkaninke, ka gdhëndur, po themi, episodi gjaku, dhune, masakra, si që është masakra në Kosovë, si që ka që lufta e Kosovës, si që është rikthimi i frikës që në qëse Amerikanët largohen nga Balkani, qa bëhet me ne shqiptarët, për ne shqiptarët do jemi do të në gjendje përçarja e botës politike të brendshme shqiptare, ne urrejemi kaq shumë politikisht me njëri tjetrin, sa që në momenti kur a dheu do thras apo a dheu thret, nuk e dim, a do bëhemi bashkë, as do bëhemi bashkë, nuk e di. Du të them që ka nevojë do doja nga ju për të qenë më sintetik, një lloj refleksioni në lidhje me to mësimet të historisë tonë të afërt, dhe si reflektohen këto në kandidimin tuaj. Në radhë parë, falenderoj për ftesën edhe me qenë se është era e parë që unë ndodhem në emisionin tuaj, më lejo që t'ju bëj një kompliment, sepse në përgjithësi kam mjaft politikan, ku bëj pjesë edhe unë, që nuk merrem në mënyrë të drejtë për drejtë me politikën e jashtme, dhe sigurisht që temat të tilla të cilat i përkasin geopolitikës globale, ndihmojnë në perceptimin dhe në kuptimin më të mirë të situatave, që ju përgëzoj për një numër dhe një cikël të gjatë emisionit, kam ndjekur shumicën prej tyre dhe sot u përpoqja të ndjek pjesën më të madhe të emisionit duke ardhur për. Përsa i përket situatës së Peshkëpis, sigurisht ajo është një ngjarje e rëndë dhe shpresoj që të ngelet në analet e historisë thjesht si një ngjarje që nuk do të ketë më përsëritje. Për vetë faktin sepse rruga tashmë e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian kërkon që në mënyrë të padiskutuar ne të jemi për një fqinjësi të mirë me gjithë partnerët, po edhe politika që ne kemi mbajtur vazhdimisht në Ballkan si faktor stabiliteti, i përshtatet shumë mirë këtij mentaliteti. Përsa i përket faktit pastaj, nëse në Ballkan do të kemi situata të tjera apo largim të mundshëm të trupave amerikane, që këtë akoma nuk e di njeri. Jo, këtë nuk e di asnjë pa fest. Po ne dim një gjë, të paktën ne shqiptarët dim një gjë shumë mirë, që rruga jonë është rruga drejt bashkimit me familjen europiane. Dhe besoj që fati jonë do tjetë tashmë i lidhur. Unë shpresoj që kur neve kemi gati ke portat e Europës, Europa tjetë akoma që? Bashkimi Europian tjetë akoma një atë? Po, dëgjova një deklarat para disa ditësh që Europa është një bashkim për 600 milion qytetarësh. Kështu që nuk është një entitet i vogël i cili mund mos merret parasysh, për më tepër që ndikon dhe në 22% të prodhimit botror. Pra nuk është një entitet që mund ta nëpërkëmbin apo mund mos e kalojnë. Përsa i përket pjesës ushtarake, pastaj sigurisht këto gjëra janë duke u ripare edhe nga vetë Europa për mënyrën se si duhet të mbrohet. Ne jemi pjesë e NATO-s, ai do të jetë fati i kësaj strukture, do të jetë edhe fati jonë përsa i përket mbrojtjes edhe politikës jashtme.